do t'jeni në shoqërinë e kolegut Bet Marku, ku do të ketë edhe vimin e kësaj proteste dhe për përcjell nga afër edhe zërin e qytetarëve. Bashkë me ta kopshëtesë. Po nga kush ju që vini si gazetarë, çfarë përgjigje do na jepni ju? Përgjigjen e jep shteti, e jep qeveria, ato i kanë dorë fondet, ato kanë në dorë menaxhimin, projektet. Tashi, Hodolish nuk po fjalë sepse janë gjithë to familje, por ne jemi këtu më sipër, ja 3 familje që jemi më lart, edhe për gati 300 pilote që futen lumë, na prishin shtëpi, na prishin tokat, na prishin si do me thënë që të prishin mendjen, kot se i kanë mundësit, nëse si kishin mundësit, ne do ikim në Maltë ku ishim asgjë. Por që qeveria inshallah do vej dorë që të na jetë na qetësoj shpirtërisht. Ekonomi. Urdhë? Sa banesa do të pritet? Tash mbi 30 i kanë Hodolisht. Një 3 jemi këtu sipër që jemi buzë rrugës, janë mundësit, se në sishin s'kishte asgjë problem, ne do mlithim meni, do merrim ato leksat na jepnin, edhe do qëroshim atë ku na thoshte shteti, por që nuk mendoj që është rruga e funit kjo që bëhet, mundësi kanë, ta devijojnë, ta çojnë aty ku duhet, ka pak vend lumi. Lumi ka 100 metra distancë gjërësi. Pse duhet me shku ke shtëpia apo ke fshate? Apo tuneli këtu, tuneli është gjë shumë e thjeshtë. Do thoshti që se boti. Po pa ne kemi shtetin se shtëpia pa babe, pa nonë është e vdekme. Edhe ne pa shtetin jemi marruar, ne duam shtetin që të na vej dorë. Tash mundësia jonë janë protestat, edhe protestat janë ligjore, janë mërna ligjit, pa prekur karkan, pa prek ligjin, pa prek dignitetin e shtetit, se jemi shtetet shqiptar. Kurse për tjera t'i rregullon qeveria. Inshallah po mendon që të na çojë aty ku duam. Tash ne jemi edhe një herë më falë. Unë për vete jam dakord që ti marr lekët me bank, edhe ti fus 100 pilota atje në lumë sa kushtojnë ato. Ti fut nga lekët e gjithë me kredit, mëtë 20 vjet me kredi edhe shtëpinë, mos ma prishim më sepse unë jam 56 vjet, nuk bëj dot shtëpi tjetër më. O e kam bën fshat për qefin tim, me gjelbërim me të gjitha, i thot ta prish. Sa do që të më japi kompension, unë jam i paknaq. Sepse në Tiranë ka shku do 3.000 lek, shku 3 milion 1 metër katror, që ne nuk e blejmë dot, edhe nuk kemi qetësi shpirtërore, ne jemi mësuar fshat, ne nuk duam qytet e manë ju. Edhe ju.